Ish nënkryetari i Bashkisë Tiranë Arbian Mazniku dëshmoi në gjykatën e posaçme në procesin gjyqësor të dosjes 5D me të pandehur ish drejtorët e këtij institucioni, Mariglen Qato, Redi Molla dhe Taulan Tushe. Gjatë marrjes në pyetje nga prokurori Klodian Braho, Mazniku ka shpjeguar se në periudhën 2019-2022 ka qenë nënkryetar dhe gjatë kësaj kohe ka patur edhe kompetencat e autoritetit nënkontraktor për procedurat e tenderimit. Kam bërë detyrat e titularit të autoritetit kontraktor, kam bërë verifikimin final të procedurës. Sipas ligjit, nuk merresha me lëndën e kërkesës, por vetëm verifikimin e hallkave të procesit. Raporti përmbledhës është raporti i përbërë nga ekspertët. Ne kalonim me 10 procedura në ditë. Në të gjitha rastet, kujdesesha që personat përgjegjës të fushës e respektive kishin firmosur dokumente dhe bërë detyrat dhe unë më pas vetëm e certifikoja si proces. Në thelb, miratimi është certifikimi faktit që personat e fushave respektive, hallkat administrative, kanë bërë detyrat e tyre. Nëse i njeh tre ish-drejtorët e Tiranës, Mazniku u përgjigj. Kam pasur kontakte telefonike me Redi Mollën, ishim koleg. Nuk kam pasur dieni që Molla, Tushe, Qato të kenë patur interesa financiare. I pyetur nga avokati i Redi Mollës nëse i ka qelluar ndonjëherë ndonjë punë e pambaruar apo projekti mbetur në mes, Mazniku tha: Kur ka qindra projekte, ka raste kur ndonjë projekt ngec. Ka pasur raste shpronësimesh, apo një kanalizim, apo një fije rryme që s'ishte në rivelimin paraprak. Këto shtynin afatet në kohë. Bashk me 3 ish-drejtorët, të pandehur janë marrë edhe 4 të tjerë. Për ta, dosja po gjykohet veçmas, kjo edhe për shkak të veprës penale të shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim, pasi sipas SPAK, ata përdorën postin që fituese të dilte kompania 5D në 13 tendera të ndryshëm, për të cilën prokuroria e posaçme thotë se pronarët faktik ishin ata. Në 28 maj, gjykata shpalli fajtor 4 zyrtar për dosjen 5D për shkelje të barazisë në tendera, por asnjëri prej tyre nuk përfundoi në qeli, duke u dënuar me punë komunitare.